Rebia ibn Ziyad el-Harithi. Askush nuk ma ka thënë të vërtetën që se jam halife, ashtu si që ma ka thënë Rebia bin Ziyadi, Omeri radiallahu anhu. Je qyteti të dërgorit Allahut, në të cilin ende nuk është ndalur dhembja për vdekjen e Sidikut, Ebu Bekrit radiallahu anhu. Ja tek shihen edhe delegacionet e provincave të ndryshme të shtetit islam, tek vijnë e shkojnë për çdo ditë në Medinë, duke ja dhënë besën halifit Omer ibn al-Hatabit, se do të dëgjojnë dhe do t'i zbatojnë urdhrat e tij, në vështirësi dhe në mirëqenie. Në njërin prej këtyre mëngjeseve, te emiri muslimanëve, erdhi një delegacion nga Bahreini në mesin e shumë delegacioneve të tjera. Omeri radiallahu anhu ishte për herë interesuar të dëgjonte fjalët e delegacioneve që i vinin, se mos ndoshta nga fjalët e tyre do të përfitojë diçka të vlefshme apo ndonjë këshill të dobishme, e cila do t'i ndihmonte në udhëheqjen e drejtë të muslimanëve. Disa nga të pranishmit morën fjalën, por nuk thanë diçka që vlen të përmendet. Atëherë Omeri u drejtua njërit, nga i cili shpresonte një këshill të mirë, i dha shenjë për të folur dhe i tha: "Urdhëro e fol." Njeriu u ngrit, e falënderoi Allahun dhe e lartësoi atë, e pastaj tha: "O emiri muslimanëve, dije se udhëheqja e çështjeve të këtij umeti është sprov nga Allahu, me të cilën ai të ka sprovuar. Ta kesh frikën e Allahut për atë që je ngarkuar, dhe dije, nëse humbe edhe vetëm një dele në brigjet e Eufratit, do të japësh llogari në ditën e gjykimit." Omeri u zgre në vaj dhe tha: "Askush nuk më ka thënë të vërtetën prej sa jam halife, ashtu siç ma thati ju. E kush jeni ju, o vllai i nderuar?" Rebia bin Ziyad el-Harithi, ju përgjigja ai. "Vëllai i Muhajir bin Ziyadit?" e pyeti prap Omeri. "Po," tha ai. Kur u shpërnda tubimi, Omeri e thiri Ebu Musa el-Eshariun dhe i tha: "Hulumtoje çështjen e Rebia ibn Ziyadit. Nëse vërtet është i sinqert, atë do ta kemi ndihmës të madh për çështje të muslimanëve. Angazhoj atë me diçka dhe pastaj më informo për të." Nuk shkoi shumë kohë nga ajo ditë dhe Ebu Musa el-Eshariu, me urdhrin e halifes, përgatiti një ushtri për çlirimin e Menadhirit në krajinën e Efzanit. Në rrethët e kësaj ushtrie emroi edhe Rebiun me të vllain e tij Muhaxhirin. Ebu Musa el-Eshariu e rrethoi Menadhirin dhe zhvilloi luftë të ashpër me ta. Rrallëherë në histori përsëriten luftra të tilla. Mushrikët u treguan shumë të fortë, gjë që nuk ishte pritur prej tyre. Numri të vrarëve në rrethët e muslimanëve ishte bukur i madh dhe kishte tejkaluar çdo parashikim. Në këtë luftë muslimanët luftonin duke qenë të agjërueshëm. Kur Muhaxhiri, vëllai i Rebiut, pa se numri të vrarëve në rrethët e muslimanëve filloi të rritet, vendosi që ta flijojë vetveten duke shpresuar kënaqësinë e Allahut. U lye me vaj, u mbështoll me qefin dhe i la manet të vëllait. Atëherë Rebiu shkoi te Ebu Musa el-Eshariu dhe i tha: "Muhaxhiri ka vendosur ta flijojë vetveten duke qenë agjërueshëm. Muslimanëve, përveç vështirësive të luftës, i është shtuar edhe pesha e agjërimit, gjë që ka dobësuar pakës forcën e tyre. Dije se po refuzojnë të prishin agjërimin, prandaj veprosi ta shohësh më të arsyeshme." Ebu Musa doli para ushtrisë muslimane dhe tha: "O musliman, prej çdo agjëruesi kërkoj që të haj, e në të kundërtën të mos luftoj." Dhe piu ujë botërisht nga një ibrik që e kishte me vete, me qëllim që edhe njerëzit të pinë pas tij. Kur i dëgjoi Muhaxhiri fjalët e tij, piu një gëllënk ujë dhe tha: "Për Zotin, nuk më shtyu të pija ujë e tja, por dëshirova ta çoj në vend fjalën e emirit, komandantit tim." Pastaj shtrëngoi shpatën dhe filloi të çaj radhat e armikut, duke deportuar thellë në mesin e tyre. Për një çast, ushtarët e armikut e rrethuan atë nga çdo anë dhe filluan ta godasin me shpata para dhe prapa, derisa ai vdekur në tokë. Pastaj ja kputën kokën dhe e vendosën atë në një vend të ngritur në fushë betejë. Rebiu e shikoi këtë skenë nga larg dhe tha: "I lumi i tij për gradën e lartë që arrite. Për Zotin, do ta kmerremi për ty edhe për muslimanët e tjerë të vrarë, në dashur Allahu." Kur e pa Ebu Musa dhembjen e Rebiut për të vëllain dhe e kuptoi se zemra ju mbush plot mllef, pezm dhe hidhërim ndaj armiqve të Allahut, ja dorëzoi atij udhëheqjen e ushtrisë dhe vazhdoi për në sus për ta çliruar atë. Rebiu me ushtrinë e tij u vërsulën mbi mushrikët si një rebesh i fuqishëm stuhije, i cili shkatron para vetes së çdo gjë, i shpërtalluan rradhat e tyre dhe ngavënjyen mbi ta. Allahu ja mundsoi Rebia ibn Ziyadit çlirimin e Menadhirit me forcë, ku vrau armiq dhe zori shumë robër. Preja e luftës ishte aq e madhe,
sa nuk mund të numërohej dot. Pas betejës së Menadhirit, ylli i Rebiut shkëlqeu dhe emri i tij u bë shumë i njohur, sa që arriti të bëhet njëri nga udhëheqësit më të famshëm dhe më menam prej të cilëve gjithmonë kërkoheshin vepra të mëdha. Kur muslimanët vendosën ta çlirojnë Segjistanin, ia besuan atij udhëheqjen e ushtrisë duke qenë të bindur dhe plot shpresë se ai do t'u sillte fitoren. Rebia ibn Ziyadi, me ushtrinë e tij të pathyeshme, u nis për në Sagjistan, duke kaluar nëpër një shkretë të tillë të pafund, nëpër të cilën nuk kalonin dot as gërsirat. Qytetin e parë që e rrethoi gjatë marshimit të tij në Segjistan ishte Rustak Zalika, qytet ky me pallate të mëdha, i rrethuar me kështjella gjigande, me plot të mira dhe begati. Udhëheqësi i urtë dhe largpamës Rebiu i lëshoi sytë që nga larg Rustak Zalikut dhe shpresonte të hynte në të sa më shpejt. Mori vesh se populli së shpejti do të dalin në një festival të tyre. Rebiu e ruajti rastin më të përshtatshëm për sulm, mu në natën e festivalit, kur njerëzit ishin të hutuar dhe nuk prisnin kur farë sulmi. Zuri robër 20.000 njerëz, e në mesin e tyre ishte edhe kryetari i atij qyteti. Rebia ibn Ziyadi, në mesin e robërve vuri re një shërbëtor të kryetarit, i cili kishte tubuar mos e 300.000 florin për t'ia dërguar zotriu të vetë dhe pyeti: "Pre nga kjo pasuri?" "Për një fshati nga fshatrat e zotriu tim", ja ktheu ai. "A vetëm një fshat mund të sjellë kaq pasuri?" pyeti prapë Rebiu nga kureshtja. "Po", i tha ai. "Me çka?" pyeti Rebiu. "Me sopatat, kosat dhe me djersën tonë", ja ktheu shërbëtori. Kur përfundoi lufta, te Rebiu erdhi kryetari i zënërob i Rustak Zalikut dhe i luti që ta lirojë atë dhe familjen e tij. "Po, por me një kusht", i tha Rebiu. "Nëse u jep muslimanëve shpërblim, atëherë je i lirë." "Sa dëshiron?" pyeti ai. "Ngule këtë shtizë në tokë dhe hidh mbi të are argjend derisa ta mbulosh atë", ja ktheu Rebiu. "Pajtohem", tha ai, dhe sa kaq nxori nga tesarët e tij arë dhe argjend dhe filloi të hedhë mbi shtizë derisa e mbuloi të tërin. Rebiu me ushtrinë e tij ngavnjimtare depërtoi thellë në tokën e Segjistanit. Kështjella të binin njëra pas tjetrës në sundimin e tij, ashtu siç bien qetet e pembe nga forca e erërave vjeshtore. Banorët e qyteteve dhe fshatrave të Segjistanit filluan t'i presin ushtarët musliman me mirëseardhje, duke kërkuar prej tyre siguri dhe u nënshtroheshin atyre pa luftë, derisa ushtria muslimane arriti para dyerve të qytetit Zerenxhe, kryeqyteti i Segjistanit. Armiku ishte përgatitur deri në dhëmb për ta luftuar Rebian dhe për ta penguar marshimin e ushtrisë muslimane, me qëllim që t'i zbrapsin ata nga kryeqyteti i tyre, sado ishte rënë që të ishte çmimi kësaj sakrifice. Ndërmjet dy ushtrive u zhvillua një luftë e ashpër, ku asnjëra palë nuk kurseu flijimin. Kur u pan shenjat e para të triumfit të muslimanëve, i pari i popullit, i quajtur me emrin Berviz, nxitoi të bëjë paqe me Rebiun, ndonse ende kishte forca ushtarake, por me këtë marrëveshje dëshironte t'i siguronte vetes dhe popullit të tij kushte më të favorshme. I dërgoi një njerëz te Rebiu që të bisedojë me të dhe të kërkoi prej tij që ta caktojë një orar për takimin e tyre për të biseduar rreth paqes. Rebiu ju përgjigj kërkesës së tij dhe urdhëroi njerëzit e tij që ta përgatisin vendin për pritjen e Bervizit dhe kërkoi prej tyre që rreth tendës së bisedimeve t'i palojnë një mbi një trupat e ushtarëve të vrarë persian, kurse në të dy anët e rrugës, nga do të kalojë Bervizi, t'i qesin të vrarët e tjerë pa i radhitur. Rebiu ishte një burr shtat gjatë, i pashëm, i fortë, zeshkan dhe shpatullgjer. Shikimi i tij e rrept fuste frikë dhe llahtarin në zemrat e njerëzve. Kur Bervizi hyri, u shastis dhe humbi të ruan nga pamja e të vrarëve, saqë nuk pati guxim as të afrohet e të përshëndetet përsa afërmi me Rebiun. Tek liste nga larg, me një gjuhë që i dridhej, duke belbëzuar, pranoi kursen e Rebiut që përpara tij të parakalojnë 1000 djem të rinje në kryet të secilit prej tyre, të jetë nga një shtëmb prej ari. Të nesërmen e Rebiu hyri në qytetin në mënyrë triumfale, i përcjell nga rreshtat e të rinjve dhe nga brohoritjet e muslimanëve, tek shprehnin me zë të lartë madhërimin e Allahut, Allahu Ekber, dhe dëshminë islame, la ilaha illallah. Vërtet, kjo ditë madhështore ishte njëra prej ditëve të dalluara të Allahut xhaleshanuhu. Rebiu mbeti shpatë e pathyeshme në duart e muslimanëve, nën komandën e të cilit të çliruan shumë vende dhe u thyen shumë ushtri armike. Udhëhoqi çështjet e muslimanëve në provinca të ndryshme të shtetit islam. Gjatë kohës së Emevive, Muaviu vendosi të emrojë Rebiun vali të Horasanit, ndonse ky nuk kishte dëshirë ta merrte këtë detyrë. Shqetësimin dhe urrëtitjen për këtë emrim i jashtoi Ziyad ibn Ebihi, njëri nga valitë e lartë e Emevive, kur ja dërgoi një shkresë me të cilën shkruante dhe i thoshte: "Emiri besimtarve Muaviu,
të urdhëron që arin të argjendin nga preja e luftës ta lësh për arkën shtetërore, kurse të tjerët i ndash mes luftëtarëve. Rebiu paksa i mllefosur i shkroi atij: Libri i Allahut më urdhëron të kundërtën e asaj që ti më ke urdhëruar me gjuhën e emirit të muslimanëve, besimtarëve. Pastaj thiri ushtarët dhe njerëzit e tjerë që të marrin pjesën e caktuar nga preja e luftës, i të mos çojnë kokën për letrën tendencioze të Ziyad bin Ebihit, kurse një të pestën e dërgoi sipas rregullit në qendrën e halifatit në Damask. Në xhuman e parë pas arritjes së asaj shkrese, Rebia ibn Ziyadi, i veshur i tëri me petka të bardha, doli për ta falur namazin dhe ju drejtua njerëzve me këshillimin, hutben e xhumas, duke u thënë: Vëllezër të nderuar, mua më është mërzitur jeta. Unë do ta bëj një lutje, kurse ju thoni amin lutjes time. Pastaj vazhdoi e tha: O Zoti im, nëse mua më dëshiron mirësi, më merr te ti sa më shpejt dhe pa vonesë. Të gjithë njerëzit e pranishëm i thanë amin lutjes së tij. Dhe vërtet, ende pa perënduar mirë dielli asaj dite, Rebia ibn Ziyadi shkoi pranë fëmijësisë së krijuesit të tij, shpirt qetë dhe i kënaqur.